Habit mjeku, jasa shpesh duhet të ndërroni furçën tuaj të dhëmbëve. Gojën dhe dhëmbët janë streha për baktere që shpesh janë reflektimi i shëndetit të përgjithshëm, ndërsa furçat tona të dhëmbëve janë një element kryesor për ruajtjen e higjienës së mirë të shëndetit të dhëmbëve. Ju duhet të kujdeseni që t'i mbani ato të pastra dhe t'i zvendësoni sa herë që është e nevojshme. Larja e dhëmbëve si duhet 2 herë në ditë është mësuar se mund të jetë një zgjidhje ideale. Sidoqoftë, siç thot fjala e urtë, një punëtor është po aq i mirë sa edhe mjeti i tij. Kështu që, nëse furça juaj e dhëmbëve është në gjendje të keqe, është ndoshta koha ta hidhni dhe të blini një të re. Sipas ekspertëve, ju duhet të ndroni furçën tuaj të dhëmbëve çdo 3 muaj, dhe Shoqata Amerikane e Stomatologjisë rekomandon të zvendësoni furçën tuaj të dhëmbëve afërsisht çdo 3 deri në 4 muaj dhe sa më shpesh që ta pastroni në mënyrë të rregullt.